Një mbrëma, protestues evropian. Unë jam njëri për jush nga gjenerata juaj, ditë më parë, kërkoj që baballarët e vitit 19 të kërkojnë fëmijë këtu. Unë si kam, janë të 3 jashtë, kontribojnë në Kundër të Bashkimit Evropian. Po jam unë, si jam i revolucioni. Jo është protesta e dytë në jetën time. Në 14 dhjetor të vitit 1990, unë do na hapu kundër regjimit komunist. U arrestova dhe dënova me burra pa të gjatë 25 vjet. I ndjekur nga sigurimi i shtetit 9 vjet, e kam botuar dosjen e sigurimit. Pastaj isha i lirë se s'punoj koha më për ta. Por, misioni që pa mbaruar. Unë jam këtu nga gjerata ime. Edhe jam me ju. Jam i ri sa ju. Dhe do i mësës pa fund. Ai slogani Ramaik nuk të takon juve. Është i tjetër diktatur. Janë 2 diktatura sot. 2 diktator. Edi Rama është diktator, pak i rafinuar dhe është originali. S'ka nuk të mesme. Shqipëria shqiptare dhe vdekje tradhtarëve. Është parrulla, gigante, e mitat frashin, i birja 2 frashin, firmatari pavarësisë, shefi Kongresit Manastiri, që u bërë habeti Shqip, kryetari Badit Kombëtar, njerëz të shquar, personalitetet larta, që historia i ka fshehur komunizmi. Ndaj, ne na duhet sigurisht, unë i njoh me këta, ata se janë patronazhist, janë bashkëpunëtorë të rinj të sigurimit të shtetit në mënyrë moderne, për të diskredituar figura që dalin këtu, që janë të hapur, janë të drejt për drejt. Mashtrimet e kohës kanë mbaruar, e të qova atje, mreti Lahuriq. Kujton se është i vesh dhe është Lahuriq duke kupton që historia ka mbaruar. Ai mund të vazhdojë të bëjë propagandë, të vazhdojë të hedhë syret sa ignorantëve. Të paskomuar mirë, kurse sot këtu nuk të shesh, janë me 10 inxhinierë, profesor, jurista, që do të marrë të ardhmen, dhe do të ndërtojnë Shqipërinë e re, Shqipërinë demokratike. Ju falenderoj nga zemra se nuk duhet të konsumoj minutat për të tjerë. Jeni absolutisht njerëzit më frymëzues që kam parë ndonjëherë dhe jeni shpresa e një Shqipërie të re. Ne nuk heshtim, ne nuk dorëzohemi, dhe mbi gjitha, ne nuk luajmë investimesh me të ardhmen tonë. Zëri ynë është më i fortë se kur, dhe dini pse? Sepse kur shqiptarët bëhen bashkë, ka para, pushtet, që ja mbyll dot gojën. Ne jemi këtu për të gjithë shqiptarët që u dhëm toka e tyre, e nuk e shohin dot, të shitet si të ishte mall tregu. Ne jemi këtu për të gjithë ata të cilët u detyruan të lindin vendin e tyre. Ne jemi këtu për të gjithë ata studentë të cilët shkuan gjetkë, shkuan jashtë Shqipërie për të marrë arsim në një të ardhmen më të mirë. Ne jemi këtu gjithashtu për të gjithë ata të cilët duan të jetojnë në një shtet normal, në një shtet ku ujë e drita 24 orë nuk është luks dhe të kurohesh brenda vendit tënd. Pa të dashur të shitur shtëpinë nuk është gjithashtu luks. Por mbi të gjitha ne jemi këtu për fëmijët tanë, të cilët meritojnë një Shqipëri të pacaktuar, një Shqipëri të plotë nga veriu deri në jug. Një Shqipëri të re. Ju lutem mos u përçani dhe mos vini pre e provokimeve, të gjithë bashkë të tregojmë qytetari, ashtu siç kemi bërë që nga dita e parë në këtë protestë, sepse vetëm kështu do të ndërtojmë Shqipërinë tonë, Shqipërinë e shqiptarëve, Shqipërinë e re. Fjalimi që kisha përgatitur titulloi zonat e mbrojtura, por më duk shumë i varfër, ndaj do ta quaj zonat e mbrojtura dhe zonat e mbrojtjes. Zonat e mbrojtura dhe zonat e mbrojtjes, të cilat kanë mbetur të pambrojtura nga qeveria. Dhe kur zonat e mbrojtjes dhe zonat e mbrojtura
mbrojtura, mbesin të pambrojtur nga qeveria, kush i mbron? Rinia. Rini e cila sot nuk ka asnjë gram mangësi nga djali i Charlesit apo vajza e Donaldit. Sot në këtë shesh ka ardhur djali i Franit dhe vajza e Prenkës. Ka ardhur djali i Petros dhe vajza e Dimitrit. Ka ardhur djali i Fahriut dhe vajza e Ibrahimit. Fëmijët e Sokolit dhe Kushtrimit, por t'i thënë ndal kujt në shtimit. Unë dua ta përdor këtë fjalë për të quar për herë të parë pa qime në gojë një mesazh të qartë për ambasadorin e BE-s në Tiranë dhe për secilin nga 27 ambasadorët e vendeve të BE-s në Tiranë. Shikojeni këtë rini. Hapeni portën dhe lereni të fryj era. Nuk lihen flamingot e tjera. Zoti Brapa, anullo projektin, anullo gjithë korpusin e ligjeve që kanë shpartalluar pronën publike, që e vërtisojnë daljen tonë në det dhe bëjnë tokën shqiptare si një unaz diamanti në ca duar, të cilë nga gishtat e të cilëve jepen urdhra o për të blerë ripa toke o për t'i bombarduar. Zotri, ky shesh të ka thënë qartë. Jep dorëheqjen. Jep dorëheqjen, por përpara se t'japësh dorëheqjen, kërko falje. Unë e di që këta nuk do të ta faljen, por ndërkohë vazhdo dorëhiqesh. Faleminderit. Dorëheqje dhe krijimi një qeverie kujdestare e cila do marrë në dorë një reformë shumë të rëndësishme për fatet e vendit. Një reformë bazike, që është reforma zgjedhore e cila do të garantojë garë të barabartë. Përshëndetje gjithve, unë jam Denisa Kasa dhe jam aktiviste mjedisore. Aktiviste mjedisore bën lumenjtë e Shqipërisë të mbushur me mbetje urbane, industriale, ujërat e zeza të gjithë Tiranës që vazhdojnë të derdhen në lumenjtë dhe tani si pjesë e skuadrës së PPN-s kemi 1 muaj që po merremi me çështjen e Zvërnecit, duke raportuar, duke ju njoftuar për çdo zhvillim që bëhet aty. Në këtë 1 muaj, edhe me këto protesta të përditshme, kemi parë që kryeministri jo vetëm nuk po i adreson kërkesat dhe kërkesën për ndryshimin e ligjit të vitit 2024 që filloi të coptoj zonat e mbrojtura të Shqipërisë, por ka marrë edhe rolin e një agjenti shitjesh që vazhdimisht poston për resorte në Greqi, në Malë të Zi, edhe në bregdete të tjera apo në ishuj të tjerë. Ligji i vitit 2024 për zonat e mbrojtura ka shkatruar jo vetëm Zvërnecin, por edhe shumë zona të tjera, projekte të cilat po bëhen të mundura nëpërmjet këtij ligji. Unë kam bërë një listë të disa prej këtyre projekteve të cilat kanë ardhur në jetë nga ky ligj dhe disa të tjera të cilat priten të vinë në jetë nga ky ligj. Resorti Bugs Bay në Rjov, Pogradec Marina në pesazhin e mbrojtur liçeni Pogradecit, rezidencat Pyjet e Drilonit në parkun kombëtar të Drilonit, resorti i Manastirit në parkun kombëtar Divjak, në parkun kombëtar të Butrintit, resorti King Coast në parkun kombëtar Divjak Karabasta, resorti Valamar në rezervatin natyror Patok Pushkuqe, resorti Golden Colosseo në Veliboj, resorti Dukagjini në Shëngjin. Janë edhe 2 resorte të tjera të cilat nuk janë të publikuara, por që diskutohen se do marrin jetë, Umea në Novosel edhe New Apollonia në Apolloni. Të gjitha këto resorte po vinë në jetë nga ligji
i vitit 2024 për zonat e mbrojtura. Duhet kuptojmë që për të ndërtuar këto resorte duhen marrë pafund materiale nga malet tona, të cilat tani janë të gryera kudo që shkojmë në Shqipëri, i shohim malet tona të gryera dhe shohim kamion që vazhdimisht marrin më shumë materiale për të sjellë për ndërtime. Gjithashtu, këto resorte po zbrazin lumin ton. Duhet shumë ujë për të mundësuar këto ndërtime, duhet ujë që këto resorte të bëhen funksionale. Njerëz në komunitete të ndryshme gjithashtu kanë protestuar edhe për ujin. Kujtojmë rastin e Dukatit, të Trajgjasit, edhe të Shushicës dhe gjithashtu aktivistët e Zall Gjoçaj. Anulloni ligjin! Dorheqen, dorheqe, dorheqe, dorheqe. Shqiptarët nuk përpresin anullim e ligjes.